Historia nuk mund të ndryshohet, por synimi është që me punë të ndryshohet e sotmja dhe ardhmja e vendit tonë dhe e zhvillimit të demokracisë. Fjalë këto të lëshuara nga pjesëmarrësit gjatë ceremonisë së inaugurimit të Asamblesë së Këshillave Rinor Komunal të Kosovës. Jakub Krasniqi dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tracy Jacobson, kanë theksuar se ndërtimi i institucioneve të shëndoshta e forcon demokracinë e Kosovës. Me punën tuaj të madhe, me energjitë tuaja, me entuziazmin tuaj dhe me kreativitetin tuaj, Kosova mund të lëviz me plot kuptimin e fjalës. Dhe unë, kur të kthehem pas 10 vitesh, dëshiroj t'i shoh disa nga ju që sot jeni të ulur në parlament si përfaqësues të Asamblesë së të rinjve, si deputetët të Kuvendit të Kosovës. Ju uroj shumë fat. Kosova gjatë këtyre viteve ka shënuar suksese. Dhe sukseset janë evidente në çdo person. Mirë po, as rinjia, por as të vjetët, sigurisht as ata që janë të angazhuar sot në politikë, nuk duhet të jenë të kënaqur në çdo të arritur. Të gjithë duhet të synojmë suksese më të mira, suksese më të thella. Një demokraci më të zhvilluar, një ekonomi më të përparuar. Asambleja e Këshillave Rinor Komunal të Kosovës organizohet me mbështetjen të projektit Votuesit e së ardhmes. Qëllimi i këtij projekti është të inkurajojë të rinjtë të jenë më aktiv në komunat e tyre. Gjatë këtyre 5 viteve prej fillimit të projektit është punuar me 42.000 nxënës nga e gjithë Kosova, nga të gjitha përfaqësitë etnike, të cilët janë edukuar për rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje të drejta dhe të lira.